Shkëlqemi se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, mirë se gjeta. Do të thonë, mirë se shihemi. Po, njëjtash. Atëre, çfarë mund thuash diçka rreth karrierës tënde në kinematografi? Në kinematografi atë në 2 vitet e fundit ka pëlqyer shumë sepse është lidhur goxha. Duke pa janë dhënë shumë filma, është dhënë një frymë e re në kinematografinë shqiptare. Dhe shtu më bëhet shumë qefi. Duke parë të gjitha filmat që unë kam marrë pjesë paktën tek ADN-ja, tek Falli 2 që mori një farë rridhje shumë të madhe, tek Policë për jetë dhe tek një film tjetër që akoma s'ka dalë. Shpresojmë që ai filmi të vijë në kinematografinë shqiptare, sepse është filmi Blerin Destanit dhe Noizit. Inshallah e sjellin në Shqipëri. Po. Dhe kështu, domethënë, është një frymë shumë e mirë, është një frymë e madhe, po thosh, që po vjen në Shqipëri. Po, për emancipimin e kinematografisë në shoqëri, si mendon? Sa ndihmon ajo? Emancipimin në shoqëri ndihmon shumë. Ndihmon shumë duke e pas parasysh se ne shqiptarët përgjithësi janë monoton, gjatë gjithë kohës punë, shtëpi, punë. Që do thotë, unë ju sugjeroj të gjithëve që të shkoni të paktën një herë në kinema. Pse do thonë ju? Që të dalin nga monotonia, shohim pa, të eksplorojmë, të mbushim me një podkuptim tjetër. Kjo. E sidomos aq më tepër falë du me theksu sidomos për rinin shqiptare, sepse rinin shqiptare duke i kapur një farë ankthi, ta quajmë, ose një farë depresioni, duke u marrë rrjetet sociale. Ndikimi i këtyre janë 2, 3, 4, 5 persona që janë të mëdhenj në rrjetet sociale dhe ato mundohen që të marrin, por në rrjetet sociale duhet marrësh të mirë për tyre jo të keqen. Të mendoj unë, domethënë është një shoqëri shumë e prisht, sidomos rinia shqiptare. E them të me plot bindje se i shohim çdo ditë në rrjetet sociale që gjithë kanë rrjetet sociale, edhe unë, edhe ju po ashtu, të gjithë shqiptarët kanë rrjetet sociale dhe nuk është keq, përkundrazi është mirë, por ti ke 2 gjërat në dorë që ti marrësh në rrjetet sociale, mund t'i marrësh të mirën dhe të keqen. I merr zgjedh. Që të prezantohem pak, unë si shkëlqen kam punuar që në moshën 12 vjeç dhe kam bajt thas qimento janë shpinë 15 kish. Dhe e kupton. Po. Dhe realisht jam një brez i vuajtur. Nuk kemi pas as telefona, as gjë. Që ne jemi rrit me zor, si më thënë. Në plot të në fjallës me zor. Para kohë. Por ja, Po. jeta ecën, vazhdon. Çdo kush e ka ritmin e vet. Ndarë. Po, shkëlqen për realitetin shqiptar kosovar i njëjti është. Si mendon? Çfarë po ndodh sot Shqipëri-Kosovë me shoqërinë? Me shoqërinë në çfarë kuptimi? Po, reagon shoqëria, është e gatshme të presi ndryshimin, ta kërkojë, ta bëjë ndryshimin, të eci përpara, të shikojë përpara. Ta pash edhe pak, pa dash më u fut në temat e tjera politike. Ne po shohim çdo ditë që po coptohet Shqipëria. Po coptohet dhe kjo më vjen shumë keq. Në Vlorë, në Zvërnec, bëhet mish i kokër të betohen. Në Lezhë po ashtu. Ne shqiptarët kemi një hujt keq, se nuk më përdor terma tjera, që në moment që ngrihet një politikan ose një i lartë, zyrtar, apo si mund ta quaj unë, direkt o burra për të drejtat tona. Se rritet nafta, rritet çmimi i miellit, rritet kutadion, nuk bëjnë zë. Po bëhet nami, po na merren Shqipëria më. Po na merren Shqipëria nga tuajt, po na merren Shqipëria në përdur. A më ne ditë parë vetë tanë. Si të toptohemi në kështu, nuk e di, domethënë. Rinia shqiptare ka ikë, i kanë përzënë në saktë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ardhur një prurje e re. Nuk e di. Po ne du mi u bo thirrje
me zë të lartë, dhe me të bërtitme që o njerëz, jo vetëm që të kthehemi në vendin tonë, por edhe që t'i largojmë këto, të bëjmë protesta për vete, jo për politikë. Nuk duhet po protesta për politikë, ky është një gabim i pafalshëm ndaj nesh. Duhet bëhet protesta për energjinë elektrike, për naftën, që çdo mjet lëviz me naftë. Edhe një njerëzor që po e shoh, që po kalon këtej lëviz me naftë, edhe ne jemi vendi më i pasur në Ballkan, po mos them në Evropë, dhe jemi vendi po më i shtrenjtë me energjinë elektrike që po merren vetun, po ashtu. Është më e shtrenjta në Evropë. Pse mos e bë protesta? Pse mos e bë protesta sikur po i bën në Francë? Protesta për të drejtat e njerëzit, jo protesta politike. Ra një kryetar bashkie, do vije një tjetër. Pse të pasurohen vetëm 5 njerëz? Po të ketë paktën çdo kush të drejtën, mos ketë frikë me dal dikush natën, ose mos ketë frikë me nuk e di, të ketë frikë dikush fëmia. E kemi mbat. Është fëmia që del në rrugë, nuk e ke besë në askujt. E kupton, nuk ka një rregull, nuk ka një standard jetik. Prandaj shqiptari. Nuk ikën kot, nuk ikën se do me ikë. Nuk ikën shqiptari se do me lënë nanë e babën në Shqipëri, absolutisht jo. Se çdo prindi i dhimbë se nanë e babën. Ikën për këtë arsye, për një jetë më të mirë. Jo, to pak miliona njerëz që kanë ngel në Shqipëri, nuk e di se sa kanë ngel. Pak janë, pak. 2.4 zyrtari. Është gjuna. Nuk e di të po them. Nuk e di, jam shumë i mbushur se çfarë po bëhet kështu. Shkëlqen, më duket se ke një pasion që është edhe imi, po unë se kam shumë mundësinë, po automobilat. Është i gjithë meshkujve normalisht, po dhe femrave. Automobilat. Jam takuar në Elbasan, po. Disa sa do ashtu. Realisht unë jam i apasionuar mas Land Roverit, sidomos nga ato të tjetra. Isha kësaj rallë me datë një kur mbajt, me datë 24. 24 po, në Elbasan. Maj. Më thirrën çunat dhe me të vërtetë unë pash ishte luksoziteti e ndërthurme me të vjetrën. Dhe realisht pash dy botë këtë të ndryshme. Më thonë se ti duhet me kthy kokën nga ke ardh. Nuk je direkt tek luksi. Ta thash, njeriu rritet hapa. Pa dash me bë moral askujt, për njeriu rritet hapa. Më thonë, bëhet fjala gjithmonë me djerës dhe me punë, po. Me punë të ndershme. Dhe më stovi kot që nuk ka punë Shqipëria, se Shqipëria ka punë, po. Duhet me ditë se në cilës fushë jeti. Se jo çdo kush është vetëm një drejtimi. Çdo kush e ka atë pasion në vet, atë ëndrrën në vet. Sigur unë kisha ëndër u bë aktor dhe u bëra fal njerëzve të njohur dhe fal modestisë që karakterizon duke përjashtuar edhe pamje. Na e kupton. Po. Për automobilet e vjetra, realisht unë jam shumë manjak, mund ta quaj, mund ta përdor një fjalë vulgare të tillë manjak. Dhe domethënë është si tip të vjen nga mrena, të zgjon të gjitha ato se nga ke ardhur, e kupton? Kur e prek një gjë të vjetër është sikur e ndjen. E kupton? Është shumë e bukur. Realisht shumë e bukur. Dhe kur ishte kësaj radhe u kënaqa, bile me të vërtetë u kënaqa. Kur ishin ato gjitha llojet e gjeneratave, duke filluar nga 38-a, ishte aty edhe 28-ës. 1928-ës bile ishte një makinë e vjetër. Shumë e vjetër, por shumë e mirë mbajtur. Është një kënaqësi që duhet të jepet gjatë gjithë kohës kjo. Duhet të promovohen evente të tilla. Dhe po prap kapemi tek shteti. Nuk vendor shteti. Se prap nuk jemi ne. Jemi ne që po na argojnë, jemi ne që po na masakrojnë. Realisht jemi bërë si ato delet në vath që ruhen me çoban. Ngel keq po të. Shkëlqen, jemi në fund bisedës, kemi një mesazh për publikun. Ju thatë shumë gjëra aty, po një mesazh posaçërisht për publikun.
rinin më tepër. Po. Rinin sa ajo të ardhmë. I them rinis të zgjohet. I them që mos të merren shumë me rrjetet sociale, por të zgjojnë atë shpirtin e vet lirëse ku i përshtaten dhe të shkojnë sa më tepër në kinema. Është një gjë e bukur. Të nxjerrin veten e tyre në pa, më të mirë nga vetja e tyre, jo më të keqen, se është kollaj me nxjerr të keqen, e mira do pak kohë, është më e bukur, më besoni. Dhe kaq. Mos t'i lënë ëndrat e tyre në zyrtare. E t'i nxjerrin nga zyrtari e t'i shpalosin. Është gjë e bukur, është gjë e bukur. Realisht. Shkëlqen të falenderoj, të uroj suksese në të gjitha punët që ke, për angazhimet që ke, edhe për kontributin që jep në shoqëri, edhe uroj të takojmë prap, edhe të flasim për gjëra të tjera. Faleminderit. Shumë faleminderit, është kënaqësi që mora pjesë edhe pse nga lart në formë virtuale, por që kënaqësi pra. Shumë faleminderit. Dhe gjithë mirë dhe suksese. Faleminderit.